Live from Tirana në Top Albania Radio. Nga pjesa e dytë e Live from Tirana, 11:08 orë eksakte në këtë momente, në këtë të mërkurë të datës 22 prill 2026 dhe me siguri patjetër ju ka rënë në sy në platformat sociale një tjetër gjë e çuditshme nga kjo gjenerat që me të ftuarën po flisim dje, vazhdon e surprizon. Kam kënaqësinë të kem në studio, e takoj për herë të parë, por energjia shumë e mirë të kisha parë në ekran edhe më kishte rënë në sy qasja jote ndaj bisedave. Elvana Ligu, mirë se vjen në Live from Tirana, nutricioniste, personal trainer dhe për ato që po na ndjekin tani nga ekrani, rezultatet shihen kur merresh me ushqimin e mirë edhe me stërvitjen. Si je ti? Mirë. Çdo gjë mirë. Besoj e ke parë, ke lexuar pak të trendin tradwife, pra gruaja tradicionale, edhe pse për vitesh u luftua që gruaja duhet të jetë e lirë, karrieriste, të ndjekë ëndrat e saj. Kjo që po ndodh, në fakt nuk është se po vjen për shkak të mungesës së lirisë, por duket si një dëshirë e Gen Z për të bërë këtë gruan tradicionale që lidhet me këtë lodhjen, me këtë fazën burnout, me këtë perfeksionizmin nga rrjetet sociale dhe a është kjo në fakt një zgjedhje e sinqertë apo një iluzion apo një trend pa lidhje? Në fakt, me atë që unë perceptoj, problemi nuk shndron tek fakti që duan të kthehen, të themin atë ashtu quajturat shtëpiake, që nuk ka asgjë të keqe në fund fare. Të merresh me familjen dhe me shtëpinë tënde ka shumë vlera vërtet. Dhe ky nuk është problemi. Problemi është që pse bëhet kjo zgjedhje ashtu siç edhe ti e the. Nëse është vërtet koshente, edhe që vjen për së brendshmi, dëshira jote, apo është ndikuar nga gjithë kjo zhurma në rrjetet sociale që pastaj krijon ca trende që shpeshherë nuk tregojnë të vërtetën. Unë kam rastisur 2-3 herë në atë pak kohë të lirë që kam me këtë tradwife, po. Gruaja tradicionale. Kur e lexova në fillim nuk po e lidhja, thash ku duan të dalin me këtë, pastaj okay. Ato po ta shikosh është një shtëpi perfekte, një ambient perfekt, një familje perfekte, që në fakt realiteti nuk është ai dhe unë këtë e them, kemi një shprehje shumë bukur në shqiptarët, mos fol si ajo me zeqës në majtë thanos. Nuk jam duke folur kështu, sepse unë kam bërë 3 vite shtëpiaken me zgjedhjen time, por e diktuar nga dashuria për t'i mbirë, sepse kur ai erdhi në jetë, unë doja që të merresha me të paktën brenda moshës 3 vjeçare, që mos merresh askush tjetër. Dhe pastaj sigurisht vazhdova me karrierën, me shkollën, me realizimin tim, sepse edhe për familjen tënde të jesh edhe ti e realizuar është një vlerë e shtuar. Të paktën ky është mendimi im. Do më thënë se është shumë interesante se nëse kjo gjenerat, pra këto njerëz që kanë zgjedhur ta reklamojnë këtë gjë në platforma sociale, këtu lind pyetja, apo e bëjnë vërtet këtë tradwife, pra këtë gruan tradicionale, apo janë këto gratë pasanikëve që e kanë në Terezi, kanë dhe një videograf aty për t'i xhiruar content për platforma sociale, kanë dhe 2 filipineze që bëjnë punë shtëpisë dhe to thjesht bëjnë sikur po e bëjnë këtë gjë si shumë gjëra të tjera që bëhet në platforma sociale. Bëjmë sikur bëjmë bamirësi, bëjmë sikur bëjmë palestër, ndërkohë mbrapa e fosim 4 brioche. Bëjmë sikur kemi jetë shumë perfekte me gjithë mirat dhe asnjë të keqe që është totalisht jo e vërtet. Dhe ky është problemi që pastaj ndryshon perceptimin e brezave të rinj, sepse ne që kemi çka eksperiencë jete e kemi kështu na mbushë mendjen. Por brezat e rinj është problem sepse i ndryshon perceptimin dhe në fakt, të them të drejtën, nisur nga ajo eksperjenca ime si shtëpiake dhe me një shtëpi relativisht të konsiderueshme në sipërfaqe, që duhet gatuar të merresh me fëmijën e vogël, të bëj edhe punë të shtëpisë nëse vërtet bën. Punë shtëpie. Sa shtëpie, domethënë, nëse merresh pikërisht me atë gjë, nuk të del koha për të bërë shumë gjëra të tjera, ajo më t'jesh gjatë gjithë kohës me telefonin në dorë, apo duke bërë video, apo duke treguar sa mirë e bën atë recetën. Po tani ka dhe një gjë tjetër në fakt që ka ngjallur debat në këtë tradwife, siç e quajnë, se çdo ditë në internet ka një zodim për Gen Z. Është gjenerata më e komentuar që lidhet me, domethënë, këta e justifikojnë ike nga realiteti, nga karriera, se në një fazë burnout, lodhjeje, është dembelizëm, ike nga përgjithësia, se nëse ti izolohesh dhe thua unë po zgjedh të bëj tradwife, këtu linden ca pikpyetje të tjera, pra si do jetosh?
Ndoshta mund mos ta quaja eksaktësisht dembelizëm, unë mund ta quaj pak frikë me përballjen e këtij realiteti frenetik që ne jetojmë në ditët e sotshme dhe me atë idenë e hustle që ti duhet të jesh gjatë gjithë kohës 100% i zoti i aftë vrap dhe kjo të pak të trëmb. Nuk është aq e lehtë për ta përballuar. Por nga ana tjetër duhet kuptuar që edhe tradwife ka shumë punë për të bërë, shumë përgjegjësi për të marrë dhe nuk duhet harrojmë edhe një gjë tjetër, që nëse vërtet ai personi me të cilin ti mendon që do ndërtosh atë familjen e bukur është aq i përgjegjshëm sa të di ti përgjigjet detyrave të tij ashtu siç ti do t'i përgjigjesh atyre detyrave të tua që ke zgjedhur ti bësh. Pra, kam në kuptimin që nesër pas nesër nëse gjërat nuk shkojnë mirë dhe ti je vetëm një shtëpiake pas një të ardhur, është të sigurt që jeta jote nuk do jetë aq e lehtë. Se kjo tulin diçka tjetër, pastaj kanë të gjithë luksin ta bëjnë tradwife, gruan tradicionale. Nuk është vetëm çështje luksi në sensin e mundësisë ekonomike, por sa i përgjegjshëm është ai partneri jot, sepse ti atë gjë do e ndërtosh në dy, pra njëri do pranojë që do punoj, do sjellë të ardhurat në shtëpi, se është normale, dhe ti që do merresh vetëm me shtëpinë, do mbetesh mbrapa nga ana profesionale, edhe pse mund të jesh e studiuar me diploma, me gjëra, po nëse ti nuk je në tregun e punës, sigurisht që do mbetesh mbrapa. Dhe mund të ndodhin problematika mes çiftit, që është gjë normale, sepse janë të gjitha çështja ndodhi njerëzore të jetës. Dhe mund të ndodhi që ai partneri jot nuk përgjigjet më për ty, për nevojat e tua dhe shpeshherë nuk përgjigjen edhe për fëmijët. Edhe përfundon që atë fëmijën ose ata fëmijët ti detyrohesh ti rrisësh vet, sigurisht e bër vet. Edhe ose do pranosh të rish aty te ajo situatë që nuk është as pak e shëndetshme për ty, as nga ana emocionale, as psikologjike. Apo romantizon gjenerata Z një rol që dikur ka qenë i detyruar, ka qenë dhe i gjykuar. Pra, ne kërkonim që gratë ishin karrieriste dhe shtëpiakët janë gjykuar. Të dorës dytë i quanin, edhe pse nuk është as pak normale edhe kjo. Apo romantizon ky brez këtë rol apo nuk po e kupton në fakt çfarë do të thotë? Mendoj që pak po e romantizon, thash siç thamë përpara, nga ajo suggestionin që i japin gjithë këto rrjetet sociale, nga ajo pralla e bukur. Se tani këtu po i shohim prallat në rrjetet sociale. Pak mendojnë që mund të jetë më e thjeshtë se sa të përballesh me këtë frenetizmin e jetës moderne, por që nuk është aq e lehtë. E nëse është një zgjedhje personale që i shijon, ka vend për gjykim? Jo, absolutisht. Unë e thash që të merresh me familjen tënde, përveç që është punë, shumë punë, që në fakt nuk e vlerëson askush, thonë më sikur çfarë po bën, po ndërkohë duhet ta provojë që secili që të ngrihet të bëjë çdo ditë të njëjtën gjë si robot dhe të nesërmen nga fillimi, po njësoj, që ti jo gjithmonë je 100% në më të mirën tënde, dhe pastaj të merresh me edukimin e fëmijëve, me shkollimin, me ndjekjen në shkollë, pra me çdo gjë, dhe për më tepër duhet të jesh dhe partnere për partnerin tënd. Kërkon shumë impenjim, pra nëse ti shkon punon 8 orë, 10, 12, bën atë punën dhe pastaj shkon në shtëpi i gjen të gjitha gati, ajo që i ka bërë të gjitha ato gati nuk ka pushim. E ka gjithë ditën punë. Do ta lidhim pak të tradwife-in edhe në përplasje realitete shkollë të fundit në Shqipëri, por fillimisht një shkëputje shumë të shkurtër publicitare dhe ridëgjojmë shpejt në program. Të jetë me ne në studio personal trainer dhe nutricioniste njëkohësisht, dhe shumë bukur, profesion interesant shumë, edhe më pëlqen, është gati një profesioni së ardhmes, do thoja unë, se ka një lloj ndërgjegjësimi për të marrë me vete, nuk është më si dikur në të paktën kështu flasim raport, por gjithsesi po flasim për tradwife, është terminologjia që i ka vendosur gjenerata Z, gruas tradicionale, e cila është rikthyer në trend kohët e fundit në platforma sociale për të qëndruar në shtëpi, për të bërë shtëpi, për të bërë punë shtëpie si një zgjedhje personale. E ndërkohë Elvana, po të hedhim pak sytë në këtë realitetin shqiptar, ti që ke një lloj eksperiencë jetësore, si është rolin e gruas në Shqipëri, asaj më të rritur, por dhe vajzave të reja, pra në shembull që ndjekin në zgjedhjet që bëjnë,
flasim për shpeshherë për të drejtat e grave, po ti sa mendon se gratë kanë të drejta dhe liri në Shqipëri, po ne si popull kemi edhe një problem tjetër që nuk dim t'i balancojmë gjërat, pra duke shkuar tek të drejtat eskalojnë fare, pastaj edhe një perceptim i joti. Shkojmë në fakt në të dyja kahet e kundërta, o jemi për shumë punues, o jemi për tepër të hapur. Megjithatë, nuk mund të thuash që gratë tashmë nuk kanë të drejta në Shqipëri, duke krahasuar me brezat. Qoftë edhe me lirinë në të vepruar dhe në të zgjedhur, domethënë edhe duke krahasuar pak me të 20-tat e mia, në brezim ishim të kushtëzuar deri diku edhe nga mendësia e të tjerëve, bënim zgjedhjet e jetës duke u bazuar pak edhe çfarë do mendojnë të tjerët. Mbase kur e thua kështu duket shumë e fortë, po kështu ka qenë. Bëhej në mënyrë më sotile, jo kaq, por bëhej, sepse në për familjet tona sado qytetare dhe intelektuale prap ishte deri diku ajo që çfarë do mendoj, tezja, daja, xhaja, fisi, komshiu. Sot nuk mendoj që është kështu. Mund të duket në sipërfaqe, po nga realiteti që shikojmë çdo ditë, unë punoj edhe në vende që shikoj njerëz, vajza dhe djem, burra dhe gra, dhe shikoj mënyrën se si komportohen, mendoj që janë shumë më të lirshëm, edhe në zgjedhjet që bëjnë. Pra, ti nëse je i lirshëm në zgjedhjen që bën, tregon që nuk impaktohesh nga opinioni. Nuk impaktohesh edhe ke më shumë të drejta se sa një njerëz që zgjedhjet i bën pak të detyruara. Dhe përpos saj ka pafund gra në role drejtuese. Patjetër, absolutisht, këtë pjesë po. Pastaj po ti hym detajeve, paguan burrat apo gratë më shumë apo njësoj apo këto janë. Është profesioni ka është tjetër gjë, nuk po i hym kaq, kështu se zgjerohet shumë pastaj. Dhe futemi në ca futemi në një zhanër tjetër diskutimi. Ti vetë si mendon, gocat e reja sot që po rriten në Shqipëri, a kanë shembull? Se duket sikur Elvana e dëgjoj edhe në përditshmëri, pra, dhe ndonjëherë vjen keq për këtë. Pra, duan sikur të jenë të famshme si disa. Duan që të bëjnë atë jetën që këto gocat e famshme bëjnë. Me Cartier, me Hermes, me Rolex, me jet privat, po ndërkohë në fakt realiteti se si e bëjnë ka një mos përputhshmëri me atë që thonë dhe atë që bëjnë, e duket sikur ndonjëherë kanë humbur modelet. Po, modele ka çdo kohë. Pra, edhe Apo, këto që sapo listova, modele janë. Po janë të gatuara. Dashur për dashur, këto janë modele, sepse me këto përballesh çdo ditë dhe siç e tham edhe më parë, fillon pastaj koncepti i brezit të ri që ka dhe mungesën e eksperiencës së jetës, fillon kushtëzohet nga këto modele dhe mendon që wow, kjo është jeta. Dhe nuk mendojnë fare e para sa të vërteta janë ato që tregohen dhe e dyta çfarë kompromisi ka bërë ai njeriu për të bërë ato jetën, se vërtet mund ta bëjë ato jetë, po ka një kompromis gjithmonë në jetë për të arritur diçka dhe varet çfarë. Ka një çmim gjithmonë që të paguash. Patjetër, varet çfarë çmimi paguan. Dhe mendoj që modelet sot nuk janë fort të mira në sensin që jeta nuk është vetëm famë, jeta nuk është vetëm luks, jeta nuk ka vetëm buzëqeshje, jate të mira, firma, që fundja fare materia duhet që të bëjmë një jetë dinjitoze, po unë nuk mendoj që është thelbi i jetës. Sepse ti kur je në momente të rënda shpirtërore ose të forta, ty nuk të flet as çanta Louis Vuitton, as të jep ngrohtësi. Okej, ka dalë kjo shprehje shablon, ky quote më mirë të qash në yacht se sa të qash në një, më duket një kam shumë që nuk kam provuar ndonjëherë të qajm për gjëra të rëndësishme në jetë. Sigurisht, mendoj që po, ose thjesht është ky marketingu të themi që i kanë mbushur mendjen, jo, e kam dëgjuar edhe nga moshatarët mia të shprehjen që nuk ja lejoj dot sepse s'ta lejon mosha dhe kur ti je nën me fëmijë me larg qoftë të ndodhi një gjë e rëndë te fëmia, ti nuk do të dish për jetën tënde, jo për jahte dhe për lamba. Dhe jeta patjetër i ka edhe këto. Patjetër. Bile nuk po flasim për gjërat mëdha, por shqyr që ka edhe dhimbje se nuk do kuptonim gëzimin. Nëse do ishim të gëzuar çdo ditë, ne nuk do të ketë gjithmonë një lloj balance, patjetër që të duket drita. Po, jo të gjithë e kuptojnë këtë. Nga ajo që ti beson dhe mendon në jetën tënde, një gjykim ose një koment për gratë me që jemi tek trad wife edhe sillemi në këtë lloj orbite, ka shumë gra që fatkeqësisht pasi martohen dhe bëjnë fëmijë, ka një lloj lëshimi të vetes së tyre në pamje.
e para. E dyta, zgjedhin të rinë aty në shtëpi, rehat, fare, shtojnë edhe sa kilogram, e nuk i plas më se ç'ndodh me realitetin jashtë, e mbi të gjitha se ç'ndodh me burrin. Dhe kur vjen puna tek tradhtia, pastaj jo për t'ju sfikuar askëndër. Bën bisha. Por në fakt duhet të ketë një lloj përgjegjësie, një lloj. Po, patjetër. Unë kam menduar gjithmonë, mbile fillimet e këtij mendimi nuk është se më janë krijuar. E vazhdojnë në përditshmëri këtë. Është, në fakt është. Domethënë, unë personalisht njëherë vdes të shikoj njerëz të bukur. Jo të bukur në sensin të bukur të mbajtur, të veshur. Me një shpirt të bukur. Dhe ti kur ndihesh mirë me veten, patjetër që të nxjerrësh mirë, se nuk mund të ndihesh mirë me veten dhe të japësh keq, nuk ekziston fare si lloj raporti. Plus këtë pjesën e të mbajturit për partnerin, me thënë të drejtën, sepse duhet mbahemi edhe për partnerin, siç duhet mbahet partneri për ne, gjithmonë është. Po unë kam të edukuar nga i mat në fakt që herët, dhe ai thoshte një shprehje që unë kam të gdhëndur në kokën time, që thoshte një grua që nuk di të mbaj veten e saj, nuk do di nesër pas nesër të mbaj familjen, fëmijët edhe partnerin. Dhe këtë ma ka thënë kur unë isha akoma adoleshente. Po ma merrte edhe me shembull nga librat, nga sepse ishte njëri me botë. Shumë do të revoltohesh me këtë shprehje të them, po jo se gruaja nuk duhet të mbahet për burrin. Kjo që mbahet, se kam vuajtur të jetën këtë para gjykim edhe sot, po sot në moshën që jam, mua nuk më intereson fare. Por ne mendojmë që kjo që bën thonjt nuk la nuk rryen. Unë laja gryej gjithë ditën edhe pa doreza bile. Nuk i mbroj duart e mia, por që të mbaj veten time është respekti minimal ndaj vetes dhe pastaj patjetër ndaj familjarëve të mi. Është ka një kontroversë në këtë diskutim se dëgjoj shumë që thon po jo se gruaja nuk duhet mbahet për burrin. Në fakt ne kur dalim nga shtëpia, për çfarë vishemi? Me sa duket për të tjerët. Po atëherë unë do vishem e para për partnerin tim njëherë. Nëse të vishesh për botën, mbau për partnerin. Absolutisht po. Po është absolutisht, po është nga të dyja palët. Sa tani të flasim edhe për meshkuj që janë bërë me barkë, që sikur kanë lindur ose sikur do lindin. Të paktën e linin në barkun, hiqeni juve barkun edhe njeriu kujdeset për vete dhe pastaj për njerëzit. Domethënë unë mbaj mend duke qenë që babain tim e kam pas idhull dhe ishte një burr shumë i veshur, i mbajtur, king për kohën që më zor kishte. Unë isha super krenare kur thosha ky është babi im, jo vetëm për njeriu që ai ishte, por edhe për pamjen e tij. Kështu që njeriu duhet mbahet për partnerin patjetër, edhe pastaj edhe për njerëzit që do, për fëmijët, por është krenaria, që thua kjo ose ky është mami dhe babi im. Është po. Apo partnerja ime. Patjetër, prandaj tash partneri është e para, sepse ne përveç se krijojmë një familje dhe krijojmë fëmijë, por ne kur e fillojmë historinë, e fillojmë me atë partnerin dhe ai partneri ose ajo partnerja duhen mbajtur. Jo bën fëmijët, bën familjen, tani varja. Kush e varë më shumë po flasun në jargon, pasi bien në dashuri, vjedhin njëri tjetrin e thonë za bëjnë fëmijët, burri apo gruaja. Në fakt po flasim për realitetin. Po flasim për realitetin shqiptar, meshkujt para i intereson shumë pamja, përgjithsisht. Pjesës dërmuese flasim, më nuk po flasim për përjashtime, nuk i përgjithsojmë dot gjithë. Kurse gratë kanë këtë problemin tjetër që në fillim nuk është se ja varin me dëshirë, por jepen totalisht te fëmia, sepse është instikti nënës që ti normalisht atë partnerin tënd gati e eliminon të koka e ota. Më kanë ndodhur dhe mua. Bile kam dirë xhelozina e tim shoqi për tim birë, se thoshte ti s'ma varë më mua, merresh vetëm me këtë. Pastaj, mbasi ti kalon këtë periudhën, hyn te ai rrethi viciozi të varurës, në thonjza, dhe nuk merresh më me veten tënde se truri ka nevojë për rehati, truri jon do gjithmonë rehat. Dakor, po mund t'ja dilet. Pra, se shumë njerëz thonë jo për fëmia dhe me ai sapo diskutoj me ju, ti je shembull kokë këmbë që kam përballë në studio. Patjetër është ke një djalë dhe domethënë po të shohësh stilin, komplet mirëmbajtjen tënde, të brendshme dhe të jashtme, tregon që ja ke dalë. Patjetër, puna është duhet të jetë dëshira dhe vullneti. Nëse nuk është vullneti dhe dëshira që të lindi ke ty, sepse unë shikoj gjithmonë tani është bërë kjo moda. Po, ikëm danko një minutë po. Kjo moda e motivimit. Unë mund të motivoj gjithë ditën ty, të mban 5 minuta ose 10 minuta, dhe pastaj ti vazhdon kthehesh. Pra duhet të
ta kesh disiplinë, se motivimi zjat pak. Bëhet rrugës. Rëndësi ka të nisi dëshira. Në momentin që ti ke dëshirën, atë dëshirën tënde pastaj e ndjek. Edhe konsistenca ndërtohet. Dhe nuk ka nevojë të jesh perfekt. Rëndësi sot nuk je mirë, okay, nuk është fundi botës. Kthehesh nesër dhe bën ato që duhet të bësh. Që janë më të mirat për ty. Mirë, një ditë shkëputje të shkurtër dhe kthehemi shpejt në studio. Liku vazhdon të jetë me ne në studio. Dgjoj, kur unë të shoh ty, e di që shumë njerëz ndoshta që kanë në Terezi me gjëra të veta dhe kanë shumë angazhime, thonë, po çfarë thot ky? Por kam përshtypjen që gra si ty mund të ishin shumë interesante për formatin Big Brother. Pse do të thuash ti? Sepse gratë si ty janë, mendoj, aq sa po të njoh në këto 50 minuta, janë shumë të rralla në këtë vend që kanë këtë energjinë e pastër, që janë shumë të bukura, jo vetëm të materializuara me këto ndërhyrjet e këto çantat, me këto firmat, por e transmetojnë këto nga brenda dhe jashtë. E ke menduar ndonjëherë? Shumë vite para ajo kur ishte ky VIP-i, që ishte më interesante si gjë, jo. Thjesht e shikoja dhe thosha, unë nuk do rria dot aty brenda kur, e para se jam me qime në atë vendin ku jetoj. Botën tënde, po. E dyta se nuk flet dot me njerëz. Edhe treta nuk duroj dot, minimalisht mos marrëveshje njëri me tjetrin për të mirëmbajtur vendin ku ti do jetosh. Domethënë këto sherret lave ti gatova unë nuk e kam kuptuar dot kurr. Po e di pse aty brenda bën një mikrokozmos. E kuptoj. Dhe ti nuk debaton më për gjëra parimore që ndodhin jashtë, po debaton për atë botën e vogël aty, por ndonjëherë media ka nevojë për, jo ndonjëherë, shpeshherë ka nevojë për gra të tilla. Patjetër, po pikërisht më dola aty ku doja ta thosha unë pa dashur të ul fare nivelin e programit, por unë ndoshta si eksperiencë mund ta provoja, po të kisha njerëz të nivelit tim aty që pastaj në atë mikrokozmosin që krijohet detyrimisht, ti mos të diskutosh për gjëra utilitare, lavesh plava, ato duhet të jenë a priori, pa diskutim. Dhe të ulesh dhe të flasësh për gjëra shumë më të rëndësishme, shumë më me vlerë, se ndoshta do japosh edhe një model tjetër brezit të ri, jo këto trad wife-et dhe këto lukset. Mund t'i tregosh që shiko se jeta ka dhe kështu gjëra të tjera, por që ti prap rrëzohesh dhe forca është që të ngrihesh. Dhe e bukura e jetës është që të ngrihesh. Pra, mund ta mendoja deri diku nëse niveli i bashkëjetuesve në atë shtëpi do ishte pak më lartë. Diskutimet ti e bërë, unë si jam e bërë, jo buzët, jo aq pak kohë sa kam pasur për ta parë, se kam shumë të kufizuar kohën fizike, pra nuk e ndjek të gjatë, po aq pak sa kam parë, janë diskutime ose pa ofenduar njëri të mos dish gjëra elementare, një uri shumë elementare, si puna ati shekullit, ku ti unë sa vite ka shekullit. Kjo është problem gjenzije pastaj. Po unë nuk mundam të përballem me një gjë të tillë, domethënë. Po mirë, ti mund ta luftosh këtë realitet. Po nuk mund, shiko, është si të luftosh realitetin tani, që mentaliteti dhe mendësia është pak për mua është ulur krahasimisht ca vite më përpara. Në fenomen global apo në Shqipëri? Në Shqipëri më shumë, po dhe globalisht ka rënë pak. Po e shikoj, për shumë gjëra e shikoj. Qoftë edhe për këtë faktin që ne luftuam që të jemi të pavarura si gjini, kemi luftuar shumë dhe vazhdojmë luftojmë, se nuk është se kemi arritur atje ku duhet, në shumë se ka femra që dhunohen, ka shumë realitete të hidhura. Dhe ndërkohë tani që jemi akoma duke u ngjitur, ne po kërkojmë të zbresim disa shkallë. Edhe thash, një nga këto është trad wife dhe thash, jo që ti të merresh me familjen tënde është turp në mënyrën më absolute, por ti duhet të kërkosh të merresh me familjen tënde dhe pastaj të merresh edhe me veten tënde, ti japësh vetes tënde dhe mundësi rritje. Pra, nëse ne po promovojmë këto lloj trendesh, për mua është pak zbritja në mendësi, jo ngritja. Dhe trad wife ka ardhur dhe nga bota, nuk ka ardhur nga ne, që nga emri anglisht. Mi është një grua lirë, pavarur, karrieriste, gjitha merat. Ka kosto në Shqipëri, në një shoqëri patriarkale si e jona? Shumë ti ke ndjerë kosto mbi supë, dhe nuk po flas për kosto financiare. Jo, kosto emocionale, shpirtërore, ka patjetër kosto. Pastaj kjo fjala karrieriste varet se kuptohet, sepse njerëzit shpeshherë mendojnë karrierën që ti je gjithkohë në punë dhe nuk merresh me asgjë. Domethënë ne gjithmonë shkojmë në këto ekstremet. Nuk dim të mesme. Ka një të mesme, ti mund të merresh me karrierën tënde dhe patjetër do merresh edhe me familjen, i balancon bashkë me
partnerin gjën një të mesme sa më të mirë për familja. Po kjo gjenerata Z është pak e çuditshme, ose janë gjithë ditën rrugëve, ndoshta edhe pa punë, thjesht duke u kapur në një degë në një tjetër dhe prandaj numri i restoranteve që bëjnë delivery shtohet sepse nuk dinë të bëjnë asgjë. Madje nuk e di, po ti bësh një artikull për Gen Z si përdor lavatriçja, dyshoj që shumica e gocave mund ta dinë. Ose ekstremi tjetër pastaj, pra ose shkojnë të ky trad wifi. E kupton, pra nuk është kjo e mesmja. Duhet gjetur gjithmonë një balanca që ne po flasim. Që e mesmja e artë nuk gjehet, po mos të gjejmë të artën, të gjejmë të argjendën. Të argjendën. Një gjë që tjetër mirë për atë që ne kemi më të shtrenjtë që është familja dhe për atë marrëdhënien dhe sigurisht edhe për veten. Kështu që nuk e di pse janë bërë këto ekstremet. O shumë në rrugë, o edhe shumë në shtëpi, nuk rrin me thënë të drejtën, se i kam parë këto trad wife-s që rrin të kafjalagjet gjithë ditën. Videografi me vete aty dhe bën si trad wife pastaj. Marrin ushqime me delivery që unë nuk e di se si mund të hajë njeriu për ditë një ushqim që vjen në karton ose në alumin, nuk mundem sinqerisht. Unë preferoj që ka shumë dieta me këtë, pa? Kam dieta dopsimi. Mendojnë që bëjnë çuditëra, po thjesht nga që i kanë ulur nivelin e ushqimit ti dobësohesh, po të hash gjithmonë ashtu do rrish aty, po nuk han asnjëherë ashtu. Do të thënë, bëjnë dietën 1 muaj, 2 muaj, u mbasin pak dhe rikthehen në hapat e mëparshme. Kështu që dhe kjo është një problem edhe në kulturë. Minimalisht s'ke ç'a bën miru me ushqimin tënd, mos e merr delivery. Për mua të paktën, siç e mendoj unë. E qartë. Këtë dëshirën për ose më saktë ka një lloj disi balance në palestra, pra edhe gratë edhe gocat kanë filluar shkojnë çdo ditë më shumë të paktën mendoj unë, pra nëse dikur ishte vetëm një ambient meshkujsh, sot ka edhe palestra dedikuar vetëm grave, por edhe në palestra normale me të dyja gjinit ka disi një lloj balance, e shesin gjasje pozitive? Po, fakti që ka filluar të hy si kulturë, sepse normalisht duhet bëhet pjesë e jetës aktiviteti fizik. Dikur lëviznin gjithë ditën, prandaj ishin njerëz të elegant. S'kishte nevojë të bëje palestër, por kishin jetën të atill shumë aktivitet. Ne sot e kemi sedentare. Dikur bënin 30 hapa pa pauzë forcuar. Sot me të shtyr, po me si po i plotson të 10 Sot është bërë sepse dëgjoj shpeshherë ose shkruan nëpër komente, po ç'a janë këto do harxojmë lek për palestër. Një herë dikush më thoshte kap kazmën o zemër. Un kam studiuar mjaftueshëm që mos kap kazmën, domethënë, se ka zgjedhje njeriu në jetë. Por ideja është që aktiviteti fizik është shumë i rëndësishëm absolutisht. Pastaj me qënë se më kujtove, këto palestrat vetëm për femra, për mua janë hapa mbrapa. Pse? Po pse duhet jetë vetëm për femra palestra? Kush është? Bile po të diskutosh në nivel energjish, atë balancën që po flisnim që parë bashk, ka nevojë për balancim, pra për energji femërore dhe mashkullore, çdo ambient. Ambientet që janë ose vetëm meshkuj ose vetëm femra, nuk kanë balancë as energjike. Për ata që besojnë te energjit, po mendoj që tashmë e dim të gjithë që kemi energji, jemi qenie me energji. Dhe unë personalisht nuk e kuptoj dot çfarë do të thënë palestër vetëm për femra. Nuk e kuptoj dot. Për më tepër që unë kur e kam filluar për shkak kam qenë tip që bëja pesha, unë këto klasat e femrave aerobie kështu nuk se kuptoj dot fare. Puna edhe kundra këtyre. Po puna në grup është që normalisht ne nuk kemi asnjëri njësoj, pra kemi nevojë për punë të personalizuar. Dhe nëse ti je në grup dhe bëjnë të gjitha të njëjtën gjë, ndërkohë aty ka të shëndoshta të dobta, ka që ka nevojë të ndërtojnë muskuj, po hidhen te ajo kutia, hips brit kot. Okej, se këtu hym pak në detaje profesionale, po për mua që kur nuk e kisha profesion, kur fillova të stërvitesha vetë për veten time, nuk më pëlqente. Dhe unë kam qenë gjithmonë ke zona meshkujve te peshat. Do me thënë ishin gjithë meshkuj dhe unë. Tani, unë nuk e kam konceptuar dot kurrë që të shkoj në një palestër vetëm për femra. Dhe sinqerisht nuk e kuptoj dot. Nuk kam asgjë, është mirë që janë, sepse ka njerëz që duan të jenë vetëm me femra, kanë problem po të kenë meshkuj vërdall. Është kur rastis pyetja e fundit dhe pastaj se jemi në fund. Kur rastis në ambiente që nuk i përkasin ndoshta nivelit tënd të formimit, ndoshta edhe jo në Tiranë, se ndoshta në Tiranë jam mësuar që flet ndoshta për herë të parë disi për jetën tënde, që tregon moshën, faktin që je një nën, e gjitha me radhë dhe që bën këtë lloj profesioni që thua i tregon që merresh në palestër, të shohin ne kështu, po kjo ç'a bën? Kjo si burrë kam dëgjuar shumë shpesh, po ose e nënvlerësojnë, ha mos se ç'a bën.
Ne kemi çik të problemin si popull na ka mbet nga komunizmi, s'ka shumë që se mbajnë mend komunizmin si teori, po unë mbaj mend. Na ka mbetur që donim të ishim gjithë drejtora. Sot e kësaj dite duam të jemi të gjithë drejtora, ndërkohë asnjëri s'di të bëj asgjë, dhe kur vjen puna që kanë nevojë pastaj për ndihmën tënde si profesionist, vinë ke ty, nuk shkojnë ke drejtori. Ose drejtorët zakonisht. Ose vazhdon të jetë kjo teoria ende që ndërkohë bota apo bën çuditëra, po ecën me hapa galopante, ne jemi akoma, po ti ekonomiste, ke lënë ekonomikun për të bërë këtë gjë. Kjo gjëja mua sot më përmbush shumë, me thënë drejtën, që të ndihmoj njerëz, të jem kontakt me njerëzit, dhe unë mendoj që mbas 20 vitesh do bëj diçka tjetër totalisht. E di çfarë më tha dikush para sa ditësh dhe e mendova gjatë këtë pyetje që më bëri, se u gjenda çuditshëm, tha ku je regjistruar në shtet përveç se në top, pra ku e merr rrogën. Tash më fal. Duhet të ishte s'bën me sa duket. Nuk e ke ndonjë rrogë kështu tha që e merr qyl diku? Që vë vetëm firmë. E kupton, tash. Po pse tha të gjithë njerëzit sot kanë ndonjë gjë në shtet që e marrin. Tash më fal, po jam shumë i lumtur që punoj në private dhe nuk e di, e çuditshme shumë mendësia e shqiptarëve që mund të marrësh rrok qyl në shtet në kohë të sonë duke pasur. Dhe ti pastaj thua që unë jam ai profesionisti që punoj në administratë, ndërkohë nuk punon fare, thjesht merr atë rrogën. Kështu që edhe kjo të ul pikë, se ti po të jesh i realizuar, duhet të jesh i realizuar realisht, jo vetëm. Se di, unë diva çuditshëm në fakt që thash si kam nga që ndodh rëndom, edhe si duket të kam paramenduar që edhe ti duhet ishe në një nga kjo pjesa e këtij grupit. Të grupit që ka një punë të dytë në shtet, qyl. Se ta kesh me drejtë është tjetër punë. Po, patjetër. Elvana, të falenderoj shumë që ishe në program, edhe për energjinë, për gjithë diskursin që folëm, edhe të uroj një të mërkurë të bukur në vazhdim. Dhe shumë i këndshëm. Faleminderit. Live sidomos je shumë i këndshëm. Shumë faleminderit. Këtu përfundon edhe ky program për ditën e sotme. Ne e mbyllim këtu për të ritakuar sërish nesër. Deri atëherë, bëfshit qef.